Edhe mund ta quash dashuri, po edhe mund të ta quash edhe prej hallit. Njëra, dyra mund të kemë pa në jetime. E moshi ka lista, kam 3 fëmijë dhe jo 4. Që fat keq. Nuk dija asgjë deta për të, as i përkëdhelja, pasin gjë. Pse më la, iku martua me një tjetër. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me këtë live-in tim do udhëtojmë në Angli, në Londër, aty ku ka shumë shqiptarë që kanë emigruar prej vitesh dhe jetojnë, kanë krijuar familjet e tyre. Do të jemi në një lidhje me 45 vjeçarin Astrid Bakia nga Vlora, i cili ka 25 vite që jeton në Londër. Ai do hyjë në këtë live për të rrëfyer jetën e tij, jo të lehtë, shumë të vështirë që ka pasur, sidomos fëmirin në qytetin e Vlorës, por padyshim ka një kërkesë shumë të veçantë që unë asnjëherë s'ka ndodhur ta bëj në live-et e mia. E ftoj 45 vjeçarin për ta dëgjuar. Astrid, përshëndetje nga Tirana. Po dita përshëndetje nga Londra. Që nge me rrobat e punës, që nge në orarin e punës dhe... Po, që qikoni, jam në orarin e punës, po pa gjitha kone përstashme që mund të vje pak të flasim. Unë të falenderoj që gjete kohën dhe ke hyrë në këtë live me mua për të folur dhe për të diskutuar. Është kënaqësi. Astrid, ke bërë një kërkesë. Po. Mund të ma thuash kush është kërkesa juaj? Kërkesa ime ishte apo është që shiroja shumë që ishte një njohje që lidhesha me dikë për qëllime serioze, se dhe jam 45 vjeç. Edhe kështë shikoni një mundësi teja për të gjetë që ju në jetës janë shumë pakta, nëse do mundesh të më ndihmoni dot apo jo, po ja që mora mundimin. Astrid, mundësit për të gjetur një bashkëshorte në emigrim janë të pakta apo e vështirë mundësia aty në Londër? Janë shumë të pakta, se më shumë të pothuajse 90% të shqiptarëve janë të martuar me çuna shqiptar. Në të gjitha, pothuajse 90% dhe kam marrë disa në Shqipëri, kam bërë parje, nuk më kam pëlqyer punë interesi ke parasysh se unë s'kam asnjë lloj interesi tek një femër, dhe një femër interesi im është që kemi lidhje më rrugë gjatë, që një fejes apo një bashkëtesë praj le të lëm gjërat e rrjedhin. E kuptoj. Kushtëven. E kuptoj qartë. Ti ke hyrë në këtë live me Odetën për të kërkuar, për të bërë një njohje, për të nisur një jetë të re, le të themi. Por do më lejosh të pyes pak për atë jetën e vjetër që e ke hedhur pas krave? Po, unë kam qenë i martuar me një angleze, kam një fëmijë, një djalë 8 vjeç që jeton me atë, edhe ka 5 vjet jam i ndarë, më të kushte karakteri me pak fjalë, edhe tani jetoj vetëm, edhe kaq. Astrid, ju jeni 45 vjeç, nga cili vend i Shqipërisë vini? Unë jam Vlonjat. Je nga Vlora. Po, nga Vlora, Vlonjat, po. Lindë e rritë Vlorë. Sa vjeç keni qenë kur keni emigruar për herë të parë? Po, unë kam 25 vjet. Sa kur më bëjë bashkuar, edhe kam qenë shumë i vogël. Që kam qenë në Itali, Belgjik, në Francë, pas e përfundova këtu. Keni 25 vite që jeni sistemuar në Londër. Po. Që besoj ka qenë ajo periudha 1999 kur shqiptarët kanë shkuar masivisht në Londër dhe nëpërmjet dokumentave si kosovar kanë përfituar. Pra ju jeni pajisur me dokumenta që atëre. Po, e drejt. Ju u njohët me një shtetase angleze? Po, u njohëm, bashkëjetuam po pothuajse një kohë gjatë. Kam një djalë, jeton me ish-gruan, edhe kam 5 vjet jam i ndarë me dokumenta me divorc, me diçka, edhe jam munduar shumë
them drejtë ka marrë Shqipëri, po thuaj se Astrid, më lejo që të pyes. Juve sa vjeç keni qenë kur u njohët me shtetasin angleze dhe dua të të bëj një pyetje, por nuk dua të ofendohesh. Ka ndodhur shpesh që shqiptarët janë martuar me shtetase të huaja për përfitim letrash. Kjo gjë ka ndodhur me ty kështu apo ka qenë dashuri? Ti ke rënë dashuri me të, je njohur dhe më pas je dashuruar. Tregojmë sinqert, unë i kam atë qëllim për përfituar letra edhe më mbrapa fillova që të ndjehet më vinte keq, dasurova më mbrapa, pastaj e pas që ne kemi mentalitet tjetër, nuk i përpuqemi karakter dhe jetës lektyre dhe kështu fillua konfliktet. Konfliktet për çfarë? Ju nuk ishit dakord me stilin e jetesës që ajo bënte, sepse normalisht ajo një britanike me një kulturë, me një stil tjetër jetese. O deta me pak fjalë, po ta them sinqerisht, si shikojnë që unë po punoj tani, edhe kam punuar gjithkohë, veja në shtëpi, lodhu i kputur, edhe ndroja dhe edhe bepelinon e djalit, edhe laja dhe emët bëja dhe ato si ku nuk shkon dhe, apo jo. E kuptoj qartë. Edhe kjo ishte arsyeja që jemi ndarë. Astrid, ju keni qëndruar goxha gjatë me këtë shtetase angleze, më the diku te rreth 8 vite? Jo, 18-19 vjet. 18-19 vite. Por edhe pse e nise këtë martesë për qëllim letrash, unë besoj 18 vite ke rënë në dashuri përderisa ke qëndruar kaq gjatë. Po, edhe mund ta quash dashuri, po edhe mund ta quash edhe prej hallit. Të i varet, mund t'i kuptosh vetë gjërat e s'do të flasësh shumë hapur në ti kush nga malli, ti kush nga halli, po më shumë prej hallit që e më drejtën. Por pse prej hallit? Po, halle familjare, nëse unë do kisha që të flisim pak nga hapur, po thua që ti po mendon tani si ka mundësi, nuk po i ka gjetë familje, ndoshta si nuk i ka mundësi ta gjej vetë, apo ndoshta si ka gjetë familja, po janë disa gjëra shumë të komplikuara, edhe do kisha qef që ishte nga hapur, po nuk e di. Jo, Astrid, ndoshta mund të jem live tani dhe nuk po të nxitojmë shprehje, më kupton? Astrid, mua nuk më duket çudi. Unë kam dëgjuar plot historira, dua apo s'dua e pranoj dhe brenda fisit tim që kanë emigruar djemtë e fisit prej vitesh jashtë shtetit dhe familja këtu në Shqipëri ka gjetur një nuse që kanë ardhur, janë martuar dhe kanë marrë nuse më pas në vendin ku jetojnë. Pra nuk është çudi kjo gjë ndodh në vendin tonë. Po ndodh, po më lejo të them që nëse kjo do ndodhte mund ta quaj pengesë interesi. Në qoftë se unë do isha sot apo do më kishim bërë familja një vajzë, ne po edhe do mendonin se unë do ta ktheja më kokën mbrapa nga ata. Ai thasim apo të rim të shtrëmbë flasim drejt. E kuptoj. E kupton edhe ndoshta jam gabim, po ja që kohët po vërtetojnë diçka tjetër. Nuk ka. Unë i kam thënë, duke se nëse kam edhe pretendime se jam në atë moshë 25 vjeç, jam 45 vjeç, kam dhe unë një fëmijë pavarësisht se fëmia Astrid, po 25 vjeç i rije. Mos e bëj sikur jeni një moshë madhore. Je shumë i ri. Jo, po me bashkë moshatarët e tu besoj s'kam pretendime, por ajo mund të ketë një fëmijë fatkeqësi e saj, nëse është një i me këmbë tokë, të ketë rëmën të krijojë një familje të re. Unë mund të flas, mund të njihemi dhe kaq, edhe pastaj edhe gjërat vet. Nëse i përshtatem një tjetrit nga karakteri, nga personaliteti,
shiko Deda, unë jam rrit jetim pa nën dhe pa bab. Në qoftë se ti do mundesh të më ndihmosh. Ti je rritur pa nën dhe pa baba, kush të ka rritur, Astrid? Po, më ka rritur dajua, stërgjyshja, pastaj gjyshja nga në mamas, dhe jam ndje gjithmonë i huaj jashtëm, po pavarësisht them drejtën, nuk jam rritur vera aq keq, se gjunata ankohë, se ka dhe më keq, ka pa dhe më keq, po jam rritur pa përkëdheljet e nënës dhe babas. Po, mund të ma tregosh, çfarë ka ndodhur me nënën dhe babain tuaj? Në nëna biologjike, duke vdekur nga kanseri, e të thot që nuk duan varrim, për arsye me pak fjalë interesi më para që nuk shikoja këta, shikoja ata, ke parasysh? Më kupton? Të kuptoj, nëna ka ndruar jetë nga një sëmundje e rëndë. Po, edhe kisha duke bërë se nuk dija gjë për të. Edhe tani lindi konfliktet që u bëra zoti vetes, po ndihmoja ata që më kanë rritur, edhe i vajta që ishte gati për të vdekur. Edhe i tha do të vinë varrim, tha jo nuk të dua, tha. Do të them një histori. Astrid, të lutem, më lejo të bëj pyetje që ta kuptoj qartë historinë. Por çfarë ndodhi me nënën dhe babain tuaj? U divorcuan? Po, babai ime mama ime ka qenë 6 muaj me mua. Po. Suja binda akoma në Vlorë, babai me sa kam dëgjuar i bën magji, edhe nuk arrinte dot që të kujdesesh për mamën time, edhe unë ndanë si me faqe. Po. Edhe mamaja ime më la mua të prindët e saj, u martua me një tjetër. Po. Edhe vazhdoi jetën. Ti u rrite nga njerëzit e nënës, se nëna u rimartua dhe vazhdoi jetën. Po. Po kontakte me nënën pate? Po, kur isha në Shqipëri dhe 17-18 vjetëve, ja shikoja një javë, një muaj, 2 herë, kaq, po nuk dija edhe duke u rritur, filloja mos dija asgjë që kush më la më praktisi. Po me babain ke patur kontakte në fëmijëri? Jo, se nuk qemi nga shëndeti. Pra ti nuk e njohe kur babain tënd? E mbaj mend kur kam qenë 5 vjeç, më kanë çuar një dajua me rast pis tjetër, një historie që kam parë një herë kur kam qenë 5-6 vjeç, diçka e tillë. Edhe njëra 2 mund të kem parë jetë time. Por me nënën ti mbajte marrëdhënie të ngrohta, pra derisa u rrite dhe emigrove, i ke pasur kontakte të rregullta me nënën? Mirë me babain që se ke njohur kur? Jo, kur janë me ngrimi shkëputa kontakte, po mendoja më shumë, po arsyetoja më shumë, edhe nga kjo lindi konflikti, që pse s'kisha më kontakte, u prend ndihmat, kështuja që të goja lekën e poktej, edhe moshi nga lista dhe martoj dhe çupën motën time që e kam me nën, edhe unë nuk funksionoja, thoshte që kam 3 fëmijë dhe jo 4, ke parasysh? Nëse më thanë ata shtëpisë hajde se po vdes, është me kancer, hajde duhet të viste, nuk dija palët vetes, erdha, dhe bëja paqe, e bëra, i thash do të vijë dhe varrim, jo më tha më nuk do të vishta, nuk do të vishë po ta la manet. E kuptoj qartë. Ti kur shkove në emigracion i ndërpreve kontaktet me nënën sepse mendove që ajo po të shfrytëzonte, të donte vetëm për të mira materiale. Jo, i preva se nuk dija asgjë deta për të, as i përkëdhelja, pasin gjë, floja po kuptoja më shumë pse më la, a shumë më la 6 muaj, edhe i ku martua me një tjetër. Ai tjetër që martua, i kishte fëmijë, ai la ish gruaja. Dhe kjo më la mua të filloj një jetë të re bashkë me atë. Edhe kjo nuk dija më gjë për të. Edhe prapë më vinte keq se më ka bë kokë, po nuk ndjeja asnjë dashuri, po prapë. Astrid, arrite ti thoshe nënës që
Pse më le 6 muaj tek gjyshja dhe nuk më more me vete? Ja kam thënë dhe fillon me justifikime, ti nuk mban mend, keq e mami, janë po këtë unë kam dashur, po më kanë lejuar. Justifikime o dhe aman të keqen. Dhe prandaj edhe familja tani që kam nuk e di, për ata mund ta quajnë një pengesë që nuk më kanë gjetur njeri që kam thënë me vite, më të tash. Edhe tani... Astrid, po sot që ne flasim të dy, ti ke kontakte me Shqipërinë, me Vlorën, me njerëzit e tu? Po vete, çdo vit i takoj, gjithçka në rregull. Astrid, kur ti shkove emigrant në Londër, që ishe i rritur në moshë madhore, besoj ke pasur të vështirë kur ke marrë vendimi që stop, nga sot e tutje, unë do ta bllokoj nënën dhe s'do ta marr më në telefon. A që shumë e vështirë, po e kam bërë edhe shikoja ata që mua më rritën, që më bën 18 vjeç që pasaj fillova emigrova, që më rritën, ata shikoja si prindër. Pavarësisht me kalimin e kohës, të ndjeja si jashtëm, si huaj, po prapë si ata më dhanë bukë, ata më rritën, ata shikoja nga mënyrë ekonomike. Dhe prandaj lidhen konfliktet. Pra, konfliktet lindën me nënën që pse ti dërgoje para tek gjyshja dhe nuk i dërgoje nënës? Po. E qartë, e kuptova. Astrid, por babajnë tënd e ke kërkuar ndonjëherë? Jo. Pse nuk e ke kërkuar? Po, ka qenë mirë ka shëndeti, edhe nuk ishte në gjendje, nuk më njifte, ishte shumë i smur, edhe nuk e zgjati shumë, edhe nga ana tjetër isha i vogël, nuk doja të dija, nuk kam qenë vetvetja, dhe ureja vetë që pse më lanë ashtu, që fat keq. E më mblodhe gjitha bashkë dhe nuk isha në gjendje që të shpikoja. E kuptoj, e ke përjetuar këtë gjë dhe padyshim që të ka munguar kujdesi dhe dashuria e prindërve. Po me fëmijët e nënës që ka sjellë në jetë, më the motra, ke kontakte? Me ata jam bërë shumë ku kam qenë në Shqipëri, po tani ata kanë qenë autorë kryesor që më kanë heqë nga lista, e kam mbusur mendje edhe mamas që unë nuk jam vllai i atyre. A kjo që pse shikoja gjyshe në gjyshi, nuk shikoja mamën biologjike, më kupton? Kushte rënë gjërat. Nëna ime ka vdekur para 5 vjetësh. Ka vdekur? Domethënë nëna ka ndruar jetë? Po, ka ndruar jetë edhe ka marrë që më kanë thënë dajo, hajtë takove se do bësh bishmën, pavarësisht që erdha e takova. A shkove ti në varrimin e nënës? Jo, të më la amanet. Nuk vajte, nuk e përsolla në banesën e fundit. Jo. Pra ti më la amanet edhe nuk ja bëra fjalën dyk. Pra ti sot kontakte ke vetëm me dajat në Shqipëri? Po. Nuk ke askënd tjetër në Vlorë? Kam dajo, nusën e dajos, fëmijët e dajos, atyre u them vlla e motra. Astrid, ti po rrëfen jetën tënde, fëmijërinë tënde, adoleshencën tënde, rinin tënde që e ke kaluar në kurbet, sot jeni një moshë madhore, je bërë baba, je 45 vjeç, edhe pse qëllimi në këtë live me mua është që të krijosh një njohje të re, për të nisur një jetë të re dhe ta uroj me zemër, të realizosh familjen tënde dhe të jesh i lumtur, por dua të pyes për djalin që ke sjell në jetë me shtetasën angleze, më the 8 vjeç. Po, me shtetë angleze, po. Ke kontakte, ajo nuk ta pengon? Jo, ma pengon, e pagua, jap rrokë të mirë, e shkoj çdo weekend, çdo fundjavë, edhe i ke marrë me makinë, e marrë nga shtëpia ime, edhe lozim, çoj në park, sa doja ja të kam. Edhe gjithë ashturin që s'kam patur kur nga prindit, po ja dhuroj aty të gjithë. Besoj të më kupton.
kuptoj. Edhe pse ti je divorcuar me nënën e ti, besoj që sot ju ruani raporte të mira për hir të djalit. Normale, po mundohem që të ruaj raporte të mira se dua ta shikoj djalin, nuk do të zbrendet për gjyqi. Na e djalit, si e priti divorcin kur ja kërkove? Besoj ti ja ke kërkuar i pari divorcin. Po unë ja ka kërkuar i pari edhe ajo pranon, nuk ti imponoj më tha mua, kjo duke se ke ndarë mendje më tha mua, edhe bëm dy bashkë në mënyrë shoqërore në kaq. E qartë. Ndërkohë, më tregove Astrid që ke 5 vite që je divorcuar dhe gjatë këtyre 5 viteve ke menduar ta nisësh nga e para, të krijosh familjen dhe më the kam bërë disa parje kam ardhur në Shqipëri. Mund të më tregosh, kanë qenë ndajat, besoj, ata që të kanë orientuar apo të kanë thënë që të shikosh të vajzë apo atë tjetrën që mund ta kenë prezantuar? I kam njohur vetë, po thuaj se më shumë në garjetin social. Kam zbrit në Vlorë, kam takuar dhe nuk kanë qenë ato që tjetër thonë, tjetër ishe në deta. U dua një vajzë sinqert, me këmbë tokë, jo interesa gjafk. Interesi im është që vetën ndarë në shtëpi, ka një hallë të tjetësu. Interesi atyre është e vrasin lartë, pak fjalë. E kupton edhe jem dy bie maska. Sa thonë sot, nuk thonë nesër, se i kanë gjitha avavera. E njëjnë, mashtrojnë. Jam për njerëzit, jo me 2 shqip, po me 3. Jam më shumë të keq. Je zgënjur nga këto njohje? Urdhë? Je zgënjur nga këto njohje? Shumë. Po thuaj se kam lënë një 30.000 euro, hyje në vit, tako, bileta, më se thash, edhe jam zgënjur shumë zgënjur. Je zgënjur nga këto njohje që ke bërë dhe nuk e rënë dakord me askënd për të vazhduar jetesën sepse ke kuptuar që të kanë dashur për interes. Ti është fakti që ti jeton në Londër. Po për interes, për gjëra, tani interesi im unë jam shumë i sinqert. Ti do të krijosh një familje të shëndosh, të kesh familjen tënde. Po, jetë një i sinqert, edhe ta besoj, të mbesoj edhe pak. Një femi të bashketojmë njerë, qysh doja jo, edhe vazhdojmë jetën tonë. Kaq. Unë nuk di, allave jam i sinqert, jam i ndjeshëm, jam i drejt për drejt. Jam i drejt për drejt. Edhe që je djalë punëtor, kjo duket, se je me rroba pune dhe ke ndërprer punën vetëm për të qenë këtu me mua. Ka punua një jetë gjithë, po i gëzon djali, tani kam blesh pi prap. Me jetë ta kesh djalin edhe... Ma familjen andej. Astrid, mund të më flasësh pak për veten tënde? Na lejoj që të njohim më shumë ty nëpërmjet kësaj video. Kush është Astrid Bakia? Edhe pse ti fole për familjen tënde, por duam të njohim Astridin nga këndvështrime të ndryshme, për çdo femër që mund të jetë e interesuar për të marrë një hap dhe të nisi një njohje me ty. Po. Sepse unë besoj çdo femër që mund ta shikojë këtë video dhe është e gatshme, edhe ajo e ka të vështirë të hedhë hapin e parë pa e njohur Astridin. Fillimi është gjithmonë i vështirë nga 2 anët, jo vetëm nga ana e asaj se nga ana ime, gjithmonë do jetë i vështirë, do ketë keq kuptime, derisa të arrish në një pikë ta njohësh karakterin, çdo gjë më kupton tani. Unë mund të them që ti më bë pyetje çfarë do të dishti nga mua dhe unë do të përgjigjem i sinqert. Mirë Astrid, unë do të pyes si është jeta jote në këto 5 vite i vetëm dhe ndoshta në përshkrimin që ti do na bësh do kuptojmë më shumë për ty. Pas divorcit si vazhdoi jeta jote? Pas divorcit, unë jam një njeri i thjesht, jam shumë independent, jam mësuar të jetoj vetëm.
nuk e kam dhe të them të drejtin dhe aq shumë problem apo nevojë. Po mendoj për një darë me të paktën vetë në darkë shtëpi, që në qaj një hallë, ku të jetu. Jam shumë independent, jam shumë i fortë. Edhe më kam mësua jeta, jam shumë i bravo me çdo gjë. Edhe kam punë, që heq mëzitje në shtëpi, vetë lajem, gatuaj, shkojnë në televizor, shkojnë emisionit tuaj. Faktikisht ka një 5 javë që më ka treguar një shok emisionit tuaj, se nuk e dija që ekzistonte. Edhe fillova po lexoja, po dëgjoja historitë, edhe shumë histori janë prekur shumë jashtëmase, edhe po thuaj se Odeta jam dhe përlojtuar. Të besoj. Në fakt, shumë histori që kam dëgjuar në emisionin tuaj. Histori që edhe gëzoja trajtojnë janë të vështira. Për ata që ti ndihmoje, çfarë tipi jam. Je i ndjeshëm. Po, pak. Ndërkohë, historinë që po trajtoj sot me ty është krejt të ndryshe. Realisht dhe sinqerisht, edhe për mua është një kënaqësi që flas me ty Astrid, ne nuk njihemi, ti po tregon dhe po rrëfen çfarë ke përjetuar në jetë dhe po tregon dhe qëllimin, pse ke hyrë në këtë live me Odetën, kështu që unë ta uroj me zemër që ta krijosh familjen tënde sa më shpejt. Shpresojmë, po ani që shikoni mundësit këte i kemi shumë të pak dhe do thotë që unë duhet të vija atje të rinja 5-6 muaja apo një vit, ta njoh vetë, po edhe po arrita me fjalë të njohësh një njeri sot Odeta do të ashtë një thesp në krip, i bie që një jetë të tërë dhe prapë nuk mund ta njohësh ashtu siç duhet. Kupton shumë drejt. E vërtet. Po tani nuk do t'ja as shpresat vetes, po jap një shans vetes, po jap dhe dikujt tjetër një shans që mund të ketë një fëmijë, mund të kujdesen për ta dua si fëmin tim. Ja, ky është qëllimi im, po them që po kërkoj gjithë botën një njeri që të jetë i sinqert. Njohja me një shtetase tjetër të huaj, të trëmb, se ti është fakti që ti jeton aty në Londër dhe çdo ditë je përballë britanikeve, çdo shqiptar që emigron në vendin ku jeton aty do bjerë dhe dashuri, se s'ka si të ndodh ndryshe. Ka rumune, polake nga gjitha anët, po janë më keq akoma. Janë më keq. Eksperienca që pate të trëmb për të hedhur një hap të dytë? Shumë. Po. Më tregoj me sinqert, po ka shumë, me fjalë mund të njohë hormone, ti kam njohur, por nuk më ka necur. Janë gjitha çdo me interes Odeta, me interes. Fillon të njohësh ndjerin kokën, heqi maskën, ti punë e kungullit 40 ditë e plas, apo 6 muaj apo një vit. E kuptoj qartë, por shpeshherë kam dëgjuar që djemt tanë që jetojnë në emigracion, sa herë tendenca është që të gjejnë një vajzë shqiptare nga vendi i tyre. Po. Pi drejti gjithmonë nuk arrit ta them dozën. Njerëz të drejtë vuajnë shumë, njerëz të sinqert vuajnë. Edhe unë jam mirë për tyre. Besoj se më ka kuptuar gjithë bisedën. Astrid, në gjithë të që rrëfeve unë e kuptova qartë, vetëmi apo të mbyt, ke 5 vite vetëm. Jo, nuk është se po mbyt vetëmia, unë jam mësuar që jetoj vetëm. Se nuk ka shumë problema po të lidhur me dikë, po të vesh të atakosh një fundjavë, apo të thash, unë dua një jetë të saktë, të mblidhem tamam, që ta dua për jetë, kalua jetën, jo se më mbyt ajo vetëmia, më kupton? Mirë, unë dua që ti të përcjellësh një mesazh për çdo vajzë shqiptare që është interesuar për të nisur një njohje, një lidhje, një raport me ju, por përpara se të japësh këtë mesazh, unë u preka nga historia, nga fëmijëria jote, ajo që më tregove, dhe unë dua të kërkoj një mesazh për
motrat vëllezrit që ke, nëse ata të dëgjojnë, ti ishe prekur që ata të bllokuan, nuk të quajtën më pjesëtar të familjes, të mohuan si vlla, që kur të ka vdekur nëna ti s'ke shkelur më në atë shtëpi, nuk ke kontakte me ta prej 5 vitesh. Nëse ata të dëgjojnë, dëshiron t'i thuash diçka? Ai është gjaku juaj, sido që të jetë. Jo. Ata t'jenë mirë atje ku janë, në shkoj jetën e tyre dhe në shkoj jetën time dhe më kaq. Ndërsa për dajat dhe fëmijët, kushurinë? Nga anë e dajës unë i kam të mitë. Astrid, le ta mbyllim këtë live me mesazhin që do përcjellësh për gjitha ato vajza që mund të jenë të interesuara. Shko, unë do kisha të dëshirë lidhesha me dikë thjesht apo vetëm një njohje, sidomos për qëllime serioze për të krijuar një familje, po si fillim si njohje kush është interesuar, mund ta gjej numrin tim, mund të flasim. Unë numrin tuaj nuk do e bëj publik, por kushdo mund të më telefonoj mua dhe më pas unë të bëjmë ajo ndërmjetësja që dua të fitoj dhe unë një palë këpuc. Po ty jo të deta në them. Nëse gjithçka do shkoj mirë, fal Zotit dhe unë ta uroj me zemër që të krijosh sa më shpejt familjen tënde, unë i dua një palë këpuc, Astrid. Qeshet janë gjëra shumë të vogla. Jo, kështu është tradita në Shqipëri. Shkruesi fiton këpucët. Dhe unë po ta kërkoj, dua këpucët kur të arrihet. Mirë, Astrid, sepse këto ja kishte pakta që mund të bëj për këto. Shumë faleminderit do teta. Astrid, të përshëndes nga Tirana. Ishte kënaqësi. Do mbetemi në kontakt, mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Nusën e djalit, unë e dënoj ashpër. Ka thënë që duhet të dalë tek semafori. Futi baba në burg dhe ikën të dy në Gjermani, s'kisha djalë me unë në Greqi, isha e vetme. Në gjithë gëzimit e jetimit, u martova gjë nuk zova. Zvarë më merrte nga dera shtëpisë. Zvarë, je gruaja ime dhe këtu, si të them unë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim, unë do kem një nën, ai quhet Liliana Kuqi, është nëna e një djalit vetëm, por që fatkeqësisht ky i fundit është larguar nga banesa në vitin 2010 së bashku me nusen dhe refuzon të ketë kontakte me nënën e tij. Një dashuri për nënën që është kthyer në urrëtie. Por çfarë ka ndodhur mes djalit dhe nënës, do të jetë kjo zonjë që ditën e sotme do na i rrëfej këtë histori. Liliana, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit zemër. Në fakt, përpara disa ditëve më dërgova një mesazh, folëm pak të dyja për një problem madhor që ti ke me djalin tënd. Po. Dua të shumë madhor. Dua të dëgjoj ditën e sotme dhe të marrë fesh këtë histori. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe djalit? Çfarë ka ndodhur me historinë e djalit? Me mua kot së koti, me mua. Se çka patur me baban janë gjëra tjera. Po djali im që kur u fejua iku nga neve. Ufto, nuk na donte, shkon të rrinte te vjerri dhe tani ka ardhur nga Gjermania dhe rri në Libofsh te vjerri ti. Vjen çdo vit për pushime dhe nuk më takon. Ti nuk e kontakte. Ti nuk e kontakte fare me djalin? Jo, shpirt fare vajta në Gjermani e kërkova mi mbylli. Me WhatsApp ma mbylli, me numër telefoni ma mbylli, se ma dha motra numrin. Se para 2 vjetësh vajti tek motra ime në Greqi. Ajo i foli për mua, ai heshti, nuk tha asgjë, unë si kam asnjë lloj faje aty. E di gjithë mileti këtu që unë nuk kam asnjë faj ndaj djalit tim. Sa vite u bë e dashur që s'ke kontakte me djalin, që nuk ja dëgjon zërin? 15 vjet, nga 2010 deri sot. Por mund të marrë fesh këtë histori, çfarë ka ndodhur? Që kur e fejuam djalin në një fshat të Fierit, iku djali nga neve, nuk donte të rrinte. Se që ndodhi, se që bërën, nuk e dim. Dhe nuk na erdhi më në shtëpi.
Por si ka mundësi, se nuk është e pabesueshme. Se çfarë i ka bërë ajo, unë nuk e di me gjithë nënën e vet. Këtu ka shtet, ka ligje këtu, ti marrin pyetje se çfarë bëhet. Unë voj shumë kam ngelur e vetme, kam 15 vjet që jam e ndarë, që kur miku djali, edhe babaj ti sot është në burgun e Fierit, përsëri nga ata. Sepse ai mban tokat peng. Erdhi një firmë për t'i shitur tokat, dhe djali i mbajti peng tokat, bashkë me gjithë vjerrin. Edhe jati u detyrua, mori armën dhe vajti në fshat të tyre atje. Ai gjuajti se çaberi, erdhi policia e mori. Edhe sot është në burgun e Fierit. Liliana, po më është pa dënim, një vit. Po më shokon, më lejon të pyes? Po, Ju e një nëna e një djali? Po, e një djali të vetëm, dritë të syve të mi. Ai ishte, sot unë jam e verbër pa djalin tim. Jam e verbër pa djalin, nuk mund të jetoj dot me. Ti u martove në një moshë fare të re? Po. Aty 18 vjeçë u martova. Mund të ma tregosh jetën tënde? Jeta ime është me shumë vuajtje. Që nga martesa dhe deri sot që jam e vetme. Me shumë vuajtje. 18 nuk di se si ta përshkruaj. 18 vjeç ti ike nga dera e babait dhe vajte tek burri. Nga dera e nënës, u rrita pa baba 4 vjeç që me la babaj, sepse aksident. U vra babaj. Je rritur pa babain? 4 vjeç. Pa baba zemër u rrit. Jetime, gjithë gëzimi të jetimi, u martova gjë nuk zova. Gjithë vuajtje gjithë jeta ime. Por martesa... Gjithë vuajtje derisa u divorsova. Dhe këtu dua të dalë, prandaj po të pyes, dhe ka të pyeta për të kuptuar dhe problemin me djalin, që pse një djalë nuk i do prindrit e vet. E dashur Liliana, ti u martove me burrin me mbledhsëri apo me dashuri? Nuk e mora me dashuri, një shoqja ime ma beri, pa e njohur mirë, sa ashtu ishte koha. Ti jetoj... Me llafet e tyre, çfarë thënë ata? Ti në atë kohë jetoje në cili vend? Unë jam nga zona e Lushnjës. Dhe u martove në çfarë vendi? Në Gradisht. Në Gradisht të Lushnjës? Po. Më fol pak. Nga Bedati i Lushnjës martohem në Gradisht. Nga Bedati i Lushnjës martohem në Gradisht. Si ka qenë jetesa jote me burrin? Jo e mirë, pinte shumë anëzinde jetën, dhunë psikologjike, se me dhunë fizike nuk të qëndroja, po dhunë psikologjike. Dhe kur themi... Kur pinte, nuk dinte çfarë fliste. Kur pinte, fliste keq, shante, bente, gjithmonë për hir të djalit, mos të shkatërroja familjen e kam mbajtur. Por erdhi një kohë, nuk durova dot me zemër, 20 vite martesë dhe i thash, stop, këtu, nuk munda dot me. Se dhe në kohën që iku djali, burri ishte i pirë. Dhe e ka gjuajtur me shishe po shiqyr që se kapi. Që atë di djali iku në shtëpi. S'ishte nusja, vetëm djali. Unë nuk e di ndoshta ti ka thënë. Kjo është arsye. Ndoshta ti ka thënë djali? Jo, nuk mi ka thënë djali juaj, sigurisht jo. Por tani po kuptoj që pse ai fëmijë është larguar në këtë lloj forme. E dashur Liliana, në momentin që ai të ushtronte dhunë psikologjike, ti ishe një nusë e re, solle në jetë edhe djalin, i vetmi fëmijë që keni. Mbasi erdhi djali në jetë, filluan këto pastaj. Mbasi erdhi djali, filloi të sillej shumë keq. Vitet e para të martesës kanë qenë mirë. Pas ardhes në jetë të djalit, ai filloi të bësh përdorus i alkoolit. Pas 5 vite filloi të abuzonte shumë. Abuzuesi i mafi alkoolit. Por si ka mundësi se kur bëhesh prind, bëhesh baba, bëhesh nën, disa gjëra, disa vese të këqija i harron për hir të fëmijës dhe familjes. Edhe unë e mora në fermë atë, morëm shtëpi, jetonim për bukuri. Ai prap ikte në mëngjes lokal, nuk kujtohej me 12 natës vinte. Unë me ankth kam jetuar jetën time, me ankth. Por i zhvjera, kunata, ishin në djeni për këtë jetesë që bënit ju të dy dhe në të gjithë? Ishin dhe më thoshin lere, ndaje. Ai më thoshte po më ndave, unë do të vras familje.
Çfarë të bëja tjetër? Kur tjetri Të ka kërcënuar. po, kërcënuar. Shkoja te mami im se isha këtu afër, zvarr më merrte nga dera shtëpisë. Zvarr, je gruaja ime edhe këtu, si të them unë. Jo, ti. Ndryshe të vrava ty me familjen. I çmendur. Ti ishe Kam jetuar me njëri çmendur. Ti ishe gruaja e tij, po nuk ishe prona e tij private që ai të bënte çfarë të donte me ty. Pikërisht, më thoshte të kam bler. Kujt i dhe para, i thoja, more, kujt i dhe para që më bleve? Me çfarë lekësh më bleve? Mua më rriti nena. U martova, por ama jo me një përbindsh. Nena ime donte që unë t'jetoja e lumtur, jo t'jetoja me saktit frikës. E të merruar. Kështu ka qenë gjithë martesa? Djali ditë gjitha. E gjithë martesa ashtu ka shkuar. E gjithë martesa. Por si ke duruar E gjithë martesa. Nuk e di, pas kam patur shumë nerva, pas kam qenë shumë e urtë dhe shumë e qetë. Nuk di si kam duruar. Tani i them vetes moj, si ke duruar kaq, si ke duruar. Dhe të dish një gjë, dhe të divorcuar dhe brenda me një hyrje. Sherrë shamata deri sa ra në burg. Se si s'ma ka vrarë, nuk e di. Sepse, Nuk e di. E dashur Liliana, të kuptoj, ke vuajtur në atë burg. Ty dhe Vjeri, dhe Vjera, dhe Kunati, dhe nëna jote ka thënë ndaje se nuk është për ty. Dhe ti prapë mbajtje për hir të familjes, por shkatërrove veten tënde. Vitet më të bukura të jetës tënde i shkatërrove. Vitet më të bukura të jetës time unë i shkatërrova me zemër. I shkatërrova, vitet më të bukura, 20 vite jetë. 20 vite jetë unë i shkatërrova. Plus 15 tani që më kanë ikur bosh përsëri, që jetoj e vetme. Që s'kam vendosur asgjë për fatin tim. Do flasim dhe do të pyes gjëre gjatë ditën e sotme në këtë live, por Liliana, djali që nga rritur mes dhunës psikologjike, mes sherreve dhe me një jetë makabër. Të tregoj unë gjithë historikun e tij, ai hyn burg për jetë dhe nuk del më, e kalon jetën në burg. Të tregoj unë gjithë historikun e jetës. Vetëm muret e shtëpisë e dim brenda dhe askush tjetër. Muret dhe unë. por me djalin si sillej. Me djalin mirë sillej. Djali nuk i përdorte dhunë asnjëherë. Që kur u fejua djali, pastaj u bë agresiv me djalin ai. Se ajo vajza nuk ishte vajzë denjë, me thanë drejtën. Unë një nen e vojtur, dhe të më vinte një nuse në atë lloj aspekti që ishte jashtëtoksore, nuk e prisja kurrë me zemra ime. Fillon të shante dhe ofendon të lloj fjalësh, nga më të pistat ajo femër. Liliana, e kuptoj që nuk e ndjer mirë, por momenti që do të pyes prap tek bashkëshorti dhe djalit e familja jote e vogël, në momenti që ish burri, se tani ti je ndarë me të, ushtronte këtë lloj dhune psikologjike tek ty, djali ishte i rritur, si reagonte djali? Mami më thoshte ndaje se të mbyti. Mami ndaje, qofshti se si rri me këtë baba. Qofshti mamë thoshte si rri me këtë baba. Çuditej. Dhe ti prap nuk e ndave, as djali nuk e dëgjove. Nuk e ndava, nuk e dëgjova djalin. Por ama me ikjen e djalit pastaj i thash stop këtu martesës dhe nuk munda dot pastaj. Ndalemi te ky moment që ndryshon tërësisht jeta jote. Në momenti që djali u rrit dhe sigurisht do shikonte jetën e tij, do krijonte familjen, do martohej, sigurisht, ai u dashurua me një vajzë të cilën ju nuk e pëlqyet, ti dhe bashkëshorti? Jo, nuk ishte se ne nuk e pëlqyem, neve shkuam e kërkuam dorën e vajzës tek familja saj. I fejuam mire gjithë. Në momentin që pas 2 muajsh bëjmë celebrimin, ajo ndryshoi komplet, si ishte ajo vajza e fillimit, po ishte tjetër. Po pse? Filloi të ofendonte, të shante, lloj fjalësh nga më të poshtrat, nga ajo i kam dëgjuar. Por çfarë lidhte atë me ty dhe ish bashortin tënd, pra me prindrit e burrit, që të sillej në këtë lloj forme? Kjo lidhje pse?
çfarë kishte me ju? Mos ka qenë ndonjë histori e hershme midis prindërve. Ish burri dhe nënë e saj, se janë nga një vend. Kjo mos hyri për hakmarrje, për të më shkatru mu jetën. Nuk kanë fëmijë ata zemër, kanë 16 vjetë të celebruar. Fëmijë nuk kanë sot e kësaj dite. Djali ka qenë dhe sëmur, unë s'kam ditur asgjë, që ti shkoja ti bëja izme. Në spital në Frankfurt. Kjo është një fatkeqësi që nuk mund të sillesh një jetë në fëmijë, por tani ti dyshon se ish burri jot me nënën e nusës mund të kenë patur ndonjë lidhje? Po i kam vajtur tek shtëpia dhe syt burrit sa ja kam thënë. I gjithë ky shkatrimi kam thënë është këtu. Muhabeti. Edhe ngeli burri saj, stagje. Tani që e kam lënë i thash mere. Ta kam lënë. Mua më shkatrove më i zonjë. Mua më shkatrove jetën. Po të ç'lidhje kishte Krushka që të shkatronte ty jetën? Kuptoje tani. Kuptoje. Por Liliana, unë e kuptoj, por mund të ketë qenë një histori dashurie e vjetër, por kjo nuk ka lidhje me të tashmen tuaj, të tashmen, atë kohë. Ti e kishe burrë. Në atë kohë. Atëherë pse më shkatroi? Përse më erdhi në familje vajza saj mua më shkatroi, se unë rria në Greqi në atë kohë, nuk rria këtu. Por rria në Greqi. Atë ta solli djali ty e dashur, e donte djali. Po mirë më shpirt, unë nuk e kundërshtova. Se dhe unë kam qenë e re, dhe unë kam dashuruar, si i thon fjalës, kam pëlqyer dikë. Pavarësisht se ne tjetër duam dhe tjetër marrim në jetë. Se unë burrin e kam marrë pa dashuri, nuk e kam marrë me dashuri. I qartë. Po. Por pasi nusja erdhi në shtëpi, ky konflikt nisi kur ti zbulove këtë histori. E dija pakun atë historinë, e dija, po nuk e dija se cila ishte. Pastaj e kuptova se si ishte. Por burri juaj si sillej me nusën? Mirë sillej. Mirë sillej me te. Sillej shumë mirë. Pra, gjithë problemi ka qenë vetëm me ty, nusja sillesh keq vetëm me ju. Vetëm me mua ishte hakmarrja. Vetëm me mua. Vetëm me mua ishte. Po. Vetëm me mua. Pra, ky ishte konflikti që djali u largua me nusën dhe nuk erdhi më. Pastaj gjërat morën më rand, më keq, dhe djali iku në shtëpi. Iku. Pa u zënë fare me mua. E fundit ka qenë 13 qershori 2010 kur unë kam uruar për ditëlindje. Edhe më mbylli telefoni dhe s'ma hapi më kurrë deri më sot. Çfarë ndodhi atë ditë? Pa u zënë fare. E dashur Liliana, çfarë ndodhi atë ditë kur djali iku? Iku dhe nuk u kthye më. Nuk e di e nikëm kjo punë, iku dhe nuk u kthye më. Iku dhe nuk u kthye më. E ke menduar e dashur për... Na i shkatroi dhe shtëpi në Greqi, ca plaçka i dhuroi, ca i hodhi. Nuk e dim se çai megjithatë fajtore ne dëgjoja në telefon që i thoshte. Ervisi thoshte ajo. Në telefon, porosin që të kam dhenë. Porosin. Dhe unë e dëgjoj her pas here dhe i them djali mamit, hajde këtu. Çfarë është kjo porosi që po të thot vjera? Mami thot porosia është që unë të dal veç. I thash, do vi koha që do dalësh veç. Po mami dua të bëj dhe ndër. Të bëjnë midasëm, të gëzojmë pastaj do ikësh veç. Ja, nuk ndodhen ato gjëra që unë i doja. E dashur Liliana, ti ke qenë emigrante në Greqi në atë kohë, së bashku me bashortin dhe djalin, kur djali u fejua dhe u largua nga shtëpia. Po, emigrante isha. Djali jeton në Gjermani me gjithë nusën. Po. Por në momentin jeton në Frankfurt. Në momentin që ai e fiku telefonin, ti nuk pate mundësi ta kuptoje pse djali iku në atë lloj forme, për çfarë i kishte mbetur hatri kaq shumë sa refuzoi nënën dhe babain. Gjithmonë duke folur vjerri dhe vjerra fjalë më të keqe, duke i dhënë dashuri nga ana e tyre dhe duke i dhënë ftohje nga ana e prindrit. Normale djali u ftoh, se ishte 20 vjeç. Ishte i vogël, adoleshent, moshe pa pjekur. Si të thuash një djalë 20 vjeç ka pjekuri? Nuk ka pjekuri. Si një djalë mbi 25 vjeç. Ti mendon se vjerri dhe vjera e djalit e ndau nga ju dhe u bë viktime tyre?
Po, ata e kanë të gjithë fajin. Nuk e kemi ne prindrit. Fajtor janë ata për gjithë shka që ka ndodhur në jetën tonë. Por bashkëshorti si reagoi? Mirë ti si nën ke vuajtur, vazhdon të vuash për humbjen e djalit, por bashkëshorti si reagoi në atë kohë kur djali iku nga shtëpia? Bashkëshorti ra në burg në Greqi. Pse? E futi nusja djalit në burg. Përsëri që të vuaja unë ngjelja rrupe. Përsëri me mua. Por pse denoncoi nusja e djalit? Çfarë bëri ai? Djalit ju dojt makina. Po. Dhe ajo ja vuri vjerrit, sa ma dojt makina ishte jona që e kishim prer ne, familjes. Po. Edhe tani ajo dinte anglisht dhe vajti foli atje fjalë që s'qëndronin fare fjalët e saj. Se ne s'ishim bashkë me ata. Ne ishim veç në atë kohë. S'kishte lidhje fare, ne rrinim me grazoniere veç. Po, Neve rrinim veç. po makina kush e mbante në përdorim, djali apo jo? Ishte në dy emra. Të djalit dhe të babaj djalit. Por atë makinë kush e dogji? Burri bëri 5 vjet burg në Greqi në Korydallon. Mirë po doli me duar të pastra, Pra, që nuk e dogji ai thash. nusja e djalit e denoncoi vjerrin se i kishte djegur makinën dhe ai ra në burg dhe bëri 5 vite burg? Shumë beri. Shumë beri, vujtje shumë të ndaje. Por me ty çfarë Shumë ndodhi beri. kur ai ishte në burg? Unë e ndoqa deri diku, pastaj thash nuk të ndjek me. Mora dhe unë urrëtie për burrin. Thash e pas ke bërë ti. Edhe unë fillova ta akuzoja. E ke bërë ti, thash tani shkon jetën tënde dhe e ndava. E ndava. A, ti e ndarë që në Greqi me burrin? E braktisam, që në Greqi e braktisam. Kaqe. Sepse mbajta nga djali. Nuk mbajta me nga burri. Por E braktista. jetove me djalin dhe Burrin. me nusen apo më vete? Jo, me vete, me shumë kujtje, me vete zemër. Punoja, atu shqesha, me vete. Me shumë kujtje. Po në atë kohë kishe kontakte me djalin dhe me nusen? Jo, fare. Ikej. Futi baba në burg dhe ikën të dy në Gjermani, s'kisha djalë me unë Greqi, isha e vetë. Kisha motrën, kisha mamin atë kohë, se mami sa ka 7 vjetë që më ka lënë. Ju mua vetë është 15 vjetë, dhe për mamin serdhja i për gjyshën e vetë. Por sa vite qëndrove në Greqi dhe më pas që u riktheve në Shqipëri? Sa ndejta unë në Greqi, ndejta vite në Greqi. Por pasi... Edhe atje jam akoma, po tani për momenti kam ardhur këtu në Shqipëri për pushime. E qartë, ti jeton në Greqi, e kuptoj e dashur Liliana. Por në momenti që burri doli nga burgu, Tek njerëzit e mi. kur burri doli nga burgu, erdhi tek ty, ju u bashkuat prap apo u ndat përfundimisht? Jo, nuk u bashkuam, jo. Erdhi, po nuk u bashkuam. Ishim të ndarë. Ai erdhi, Ishim të ndarë. e qartë, erdhi të kërkoj? Kur doli nga burgu? Ai më kërkoi, po nuk e pranova unë. I thash jo, ka marrë fund. Nuk u ktheva më pas. E keni bërë divorcin ligjërisht? Po, ligjërisht e kemi bërë. Pas Ligjërisht. 20 viteve martes ti vendos të japësh fund dhe të kërkosh divorcin, ti vazhdove të jetoje në Greqi, por ai kur doli nga burgu, ku jetonte? Ai në Shqipëri erdhi. Erdhi në Në Shqipëri të Shqipëri. njerëzit e tij. Po. Por ju bashkë nuk keni Njerëzit e jetuar. Bashkë nuk keni jetuar pas divorcit. Jo, nuk kemi jetuar bashkë. Jo. Se mendova që keni jetuar Jo, bashkë fare. se keni shtëpinë e njëjtë, por Jo. Nuk kemi pas marrëdhënie të dyma. Jo, çdo gjë i dhan fundat aty te ndarja dhe nuk kishte me asgjë. por Plus ato vitet e burgut që unë si shkoja fare në Korydallon. Kishte marruar gjithçka. e kuptoj qartë. Liliana, aktualisht ti ke kontakte me ish partnerin tënd apo i keni zero kontaktet? Jo, zero kontakt. Zero, ai është në burg sot, zero kontakt. Ai e ka kërkuar të birin apo edhe ai, le të themi, ka vendosur që mos ta kërkojë më djalin? Në djenin tënde. Nuk e di. Për të kërkuar e ka kërkuar. Nuk ka rreshtër se kërkuari. Por ama me emisione kështu si unë jo.
E ka kërkuar në metoda që i ka vajtur familjes atje dhe i ka thënë dua djali. Të më flas paktën. E kuptoj. Djali si ka ardhur asnjëherë. As ati dhe as mua që të flas. Të ulet paktën siç jam ulur unë tani këtu dhe të ulet të bisedoj. Kur s'ka biseduar me mua. Nuk më njohi si nënherë, s'më ka njohur se mosha adoleshenti. Në punë ikte mëngjes e vinte në orën 12 natës se punonte kamaria në Greqi. Ishte shumë punëtor, shumë djalë i sjellshëm. Edhe në familje shumë i sjellshëm, i urtë. Nuk di ç'të të them më zemër, nuk di ç'të të them. Kjo ngjarja jonë është shumë e dhimbshme, kot. Të ka marrë malli. Nuk di ç'të të them. Të mungon dhe të ka marrë malli. Shumë që kur ka ikur ai gjumi mua më ka ikur. Nuk flesit gjithë njerëz, me mendime gjithë natë. Më mungon shumë, pa i nuk reflektoka. Nuk e kuptoka se sa të do nëna. Nuk e kuptoka. Liliana, e ke menduar që ti dhe bashorti nuk keni ditur të prinderoni mirë për atë fëmijë që sot ai Jo, e kemi prindëruar shumë mirë. Çfarë kishim të dy, ishin gjëra që nuk shfaqeshin sytia. Zënkat kanë qenë jo në syrin e tij. Zënkat. Jo në syrin e tij. Zënkat vinin kot sepse ai pinte, e kishte ai fajin, jo se e kisha unë. Unë shkoja punoja shkreta. Bëja 2 punë. Punoja në hotel, punoja në kuzhinë. E qartë, e kuptoj që ti ke punuar dhe ke sakrifuar. Ai pinte nga leksemia. Nuk punonte. I thoja pse të kam punë në Greqi. Të bësh volta, të bësh xhiro këtu. Tash dhe të pish dhe unë vije lodhur dhe të dëgjoj ty se çfarë flet ti tani i thoja. Fjalë këturu që nuk mundesha dot. Si duroja. E qartë, por kjo lloj jetese që keni bërë të dy së bashku, ai fëmijë që është rritur me këto sherre të përditshme, e ka tjetërsuar, ka humbur dashurinë, ka humbur gjithçka për ju. E keni menduar se ndoshta edhe ju të dy keni gabuar në rritjen e atij fëmije. Dhe fakti... Jo, çdo gjë ka ndryshuar me ardhjen e asaj vajzës në shtëpi. Kështu kemi qenë të rregullt, nuk kishim sherrë brenda në sy të djalit. Vetëm një herë që ka firë në Greqi, jo se ziheshim të dy, po ai shkoi dhe i bari pis kravatin. Atë që kishte shpirën nxori. E qartë, dhe djali u mërzit shumë. Sa po ishte fejuar me atë vajzën. Dhe unë i thash ati, çfarë ke bërë kështu? Çfarë ke bërë te krevati djali? Djali vjen i lodhur do flej tani. Pse e ke bërë këtë gjë? U dinte ai kishte shpirë, ai ikte dhe në orën 2 natës vinte i pirë. E qartë. Unë me djalin kisha shumë afrimitet. Kur si aprishja, kur si vërtisja. Kisha komunikim shumë të mirë si nëna me djalin. Se ne themi nëna është për nënë dhe nusja është për nuse. Çdo njeri ka vendin e saja. Nusën le ta doj më shpirt, le ta mbaj nusën ai. Unë nuk jam kundërshtim të them lere nusën. Por ama hajde më fol një fjalë mua. Pse më ul dinjitetin si nënë, se nuk e meritoj. Nuk e meritoj atë ulje që më ka bërë kaq vite. E qartë, e kuptoj, por thjesht fakti dhe kur solli nusën në shtëpi, ndodhen këto konflikte dhe ju nuk e donit nusën e tij, ndoshta ai bëri zgjedhjen dhe u largua me nusën. Jo, nuk ishte ajo. Më vjen keq që ta them këtë fjalë, nusja sa ka ardhur në Greqi, biles kam dhe 2 dishmetar, ka thënë që duhet të dalë tek semafori. I tha, çfarë thua moj vajzë? Unë të kam marrë nuse për shtëpi, nuk të kam marrë për semafor. Për kokën e djalit, kjo ka qenë fjalë që dha i vetë ti, se ku e ka thënë. Unë aty jam shtangur, për atë zot. Unë nuk kam marrë nuse për semafor, thash. Direkt kemi marrë familjen e saj. Dhe na kanë thënë bjereni këtu në shtëpi. Bjereni urgjent. E dashur Liliana, e qartë, e kuptoj gjithë konfliktet që pas keni patur ndër vite në familje dhe kjo ndarja me djalin. 15 vjet. Në momentin që djali iku, ke 15 vite që nuk i dëgjon zërin dhe nuk e di se si është me shëndet dhe çfarë jetë e bën dhe mbi gjithat ka marrë malli, di që ai është vetëm në Gjermani. Ti tek i shkrushka, je interesuar si çka bëri ish bashorti jot? Po zemër. Vajti motra me atë shoqen time atje. Edhe i tha ajo që shoqja Liliana si e pa njohur fare. Jo, i thot motra ime, kjo është një mikesha jon që kemi ardhur.
nuk i qerasi, nuk i priti mirë dhe këto ika. Pastaj më thot motra, vjen Kastile nga Greqia, do shkojmë të dyja motra. Edhe vemi të dyja dhe na kam pritur shumë keq. Edhe më thot, djalin shko gjeja ku dushti me zonjë, thot. Nuk e kam unë djalin tem, dhe rëndësi unë kam vajzën time mirë. Moj djalin i thash, një numër telefoni, nuk ka telefon. Djali im, iPhone, 1600 euro, ajo i bënte budalla, thashte nuk ka djali jo telefon. Merë me gabin. Merë të djali i me gabin. Para 6 vitesh. Djali 15 vjetë në Gjermani. Djali punëtar. Pra, le të themi që ish Krushka ti ke shkuar ti kërkosh ndihmë dhe ajo nuk të ka ndihmuar, se në fund të gjithë shkaje, dashur Liliana, djali nuk e kërkon dot tek ish Krushka, se ish Krushka nuk ka punë me Unë e kërkoj dhëndrin. djalin tim, normale, se unë sot s'di se çfarë bën djali im, është në jetë, po s'është në jetë. Ajo vajzë është me djalin tim, po është me dikë tjetër. Unë nuk e di, kjo është mendimi im që mua nuk më zëgjumi është shpirt, nuk di Por, gjithsesi, çfarë ti them këta jetë. ti vendose të marrësh rrugën, të presësh biletën dhe të nisësh vetë në Gjermani për ta kërkuar djalin. Mund të ma tregosh këtë udhëtim dhe mbi të gjitha nuk arrite dot asgjë. I kam vajtur 3 herë, po 3 hera i kam kundërshtuar. Nuk bëhet i gjallë. Nuk bëhet i gjallë. Ti arrite t'i Nuk gjeje bëhet adresën gjallë. e shtëpisë djalit dhe t'i vije? Jo, nuk ja kam dëgjuar zërin fare, vetëm e shkruajtur te WhatsAppi. Jo. Hallo, thot hallo i them dhe unë. Ja mami jot. Ai të mbyll. Sa po i them ja mami jot. Pse i ka marrë këtë kurrëtie, unë nuk e di. Mami nuk i ka bërë asgjën më të vogël. 15 vjet që unë nuk kam kontakt fare. Pse më ul dinjitetin si nën, se nuk e meritoj. Nuk e meritoj atë ulje që më ka bërë kaq vite. E dashur Liliana, në momentin që në Greqi ju jetonit dhe ti qëndrove në Greqi, sigurisht dhe burri erdhi në Shqipëri, vazhdoi jetën e tij. Çfarë ndodhi? Pse përfundoi ai në burg për herë të dytë? Ai përfundoi në burg për herë të dytë se i ka vajtur te shtëpia e saj dhe i ka gjuajtur me armë. Kë ka gjuajtur? Ka gjuajtur te familja e nusës. Po, ç'pu kishte ai me Krushit të shkonte dhe të gjuante me armë, se që nga e rënd kjo ngjarje. Qëllimi ishte mungesa e djalit. Ai kërkonte djalin. Po, i kutruri. S'kishte mendje me ai. Por djalin ai vajti e kërkoi te Krushka? Por Kishte vajtur 2-3 herë. Ata ishin përgjigjur shumë keq, me zënka. Deri arriti mori armën dhe shkoi aty. Liliana, ti je nën dhe unë jam nën. Ti gjithnjë bën fajtore nusën se ajo mund të jetë shkaktare që të ka ndarë nga djali. Po. E ke menduar se ndoshta edhe ti mund të kesh gabuar me djalin, ndoshta prindërimi që ke bërë ti me burrin e ka bërë. Jo, nuk kam gabuar fare. Asnjëherë. Nuk kam gabuar. Unë si nën. Unë e rrita edukova një djalë tamam për së mari. Me ardhjen e saj ndryshoi gjithçka dhe në vajtjen në familjen e saj, që vajti djalë. Sepse ma ke përmendur shumë herë që ai më urren. Çfarë dyshon ti si nën? Pse ka këtë urrëtie? Për çfarë më urren, nuk e di për çfarë, sepse kjo është një urrëtie që të mbash mëri me nënën 15 vjet. Vetëm urrëtia është. Mos mendonte ato që i bëri babai dhe mos e fusja unë, jo asnjëherë në botë. Jo asnjëherë në botë. Se si jam ajo lloj nane unë që të fusja baban e tij t'i bënte keq. Asnjëherë. Se po i kam bërë keq atij, i kam bërë vetes time. Nuk e ke gjetur asnjëherë mundësinë që të flasësh si nëna me djalin, ndoshta për të sqaruar shumë situata që... Jo, asnjëherë. Zemra ime, ajo nuk e linte djalin tim vetëm asnjëherë që të komunikoja. Si nëna me djalin të komunikoja, asnjëherë. Më fal për shprehjen, dhe në tualet ajo hynte në tualet aty, kur ishim në Greqi. Në xhiro, kudo, një herë i tha babai vet, hajde dalim bashkë flasim, ajo nuk e la. Çfarë pune ke ti me këtë? Tha, është burri im, tha. Ç'pun ke ti me këtë? Tha, si djalin tim do dalë të flas, ti rri me vjerrën tënde këtu, tha, unë do iki
Do da një xhiro, do pim një kafe të dy, tha. Si babe birë. Vitet kaluan dhe ti more rrugën për të shkuar në Gjermani. Po. Për të kërkuar djalin, mund të ma tregosh? Rrugën në Gjermani e ka marrë fillimisht me motrën time. Po. Mirë po, nusja djalit Lorena na ka bërë blok të Messengeri. Na la atje në mes rrugës. Megjithëse ne kishim pronotuar hotelin atje, e kishim paguar dhe kështu që nuk ngelëm rrugëve, po me veprimin që bëri ajo. Me veprimin që bëri ajo, që nuk kërkoi të na takonte fare aty. Na takonte të pak me djalin. Se unë nuk shkova që të rriat e djali, jo, në logjike që të rriat e djali, unë asnjëherë në botë. Përpara se të nisësh Gjermani ti komunikove me nusën dhe i tregove që po vije. I shkruajtëm, po përgjigje nuk na dha që hajdeni. Tha ndoshta kur të vemi atje do na takojnë. Na bllokuan. Na bllokuan. Su ban të gjallë, të dy. Edhe djali dhe nusja. Po, dhe djali dhe nusja na bllokuan të dy. E dashu Liliana, që në momenti që të bllokuan, pse e more këtë udhëtim, kur e dije që ai nuk do të dilte në takim? Nuk e bllokoi kur ishim në Greqi më zemër, kur vajtëm në Frankfurt na bllokoi. Atje bllokoi. Sa i tham ne që erdhëm dhe jemi në filan hotel. Dhe s'u bëj gjallë. Dhe sinqerisht më Nuk vjen bëj keq. gjallë. E dashu Liliana, dua të pyes, se më tregove Që 2016 që kemi vajt. udhëtimin që ti bëre, gjithje me shpresën për të takuar djalin tënd në Gjermani, por ai të bllokoi në rrjetet sociale. Me shpresë se nuk do më kundërshton, por do më takon. E dashu U Liliana, ktheva e trishtuar. të besoj. Shumë e mërzitur. Djali jot është larguar në vitin 2010 dhe ti s'ke kontakte për 15 vite, por ai me tezet flet, me motrën tënde. Jo, u ka bërë blok të gjithëve, dhe Dajen, dhe Tezen, Hallat, Xhaxhallarët, që ka gjithë blok, gjithë as me një njeri nuk flet. Por përpara Jo më bëna dyshim, si ka mundësi që ky njeri tani është mbyllur në vetvete dhe nuk bëhet me asnjë njeri. Është mbyllur në vetvete tani. përpara një viti gjys ai ka qenë te Tezja. 2 vjet plot. Po 2 vjet. Besoj që Tezja i ka thënë që fol me nënën. Çfarë i ka thënë ai Tezës vet në lidhje me këtë raport që ka me ty? Vetëm qante dhe ik. Vetëm qante. Që do thotë Vetëm qante. që do thotë dhe ai e vuan këtë ndarje me ty. E vuan shumë, vetëm qante, tha ai qaj, pastaj tha unë qaj, tha. Na beri të gjithë dhe këtu për qaj. Por nuk ishte kërkuar që të fliste me ty. Jo, nuk kërkuj se po ti ishte unë, jo, djali motrës më shkruajti, Teze, erdhi Elvisi. Dhe unë aty, mi herë s'keqen mami, të dëgjoj zërin mami, i thash. Dhe kështu, nuk e mori telefonin, që të thashtë ma flasim. Nuk e mori telefonin, nuk u bëj gjallë. Nuk u bëj gjallë. E dashu Liliana, unë 2 dua vjet që tani plot nga vajtja atje. dhe sinqerisht Tek Tezja vet. Dhe sot ai ka humbur kontaktet me gjithë, as me Tezet nuk flet. Me të gjithë, me asnjëri, mos të zot me gjithë rrugëve atë. Nuk e di se ç'a morgu do jetë, nuk e di se sa herë që dëgjoj aksident këtu, aksident aty, u dojë makina atje, u dojë atje. Unë rrina ankë se mjera unë, se në ku do jetë djali im. Ku është tani? Se vjen dhe në Shqipëri për pushime. Më thanë që ka blerë dhe shtëpi në Tiranë, jam e gëzuar, shqyrë të gëzoj, edhe zoti e bekoft me fëmijë. Liliana, Po njësia nuk ka njësia, nuk di se çfarë bëhet. Gjatë gjithë lajvit ke akuzuar nusën e djalit se ajo është shkaktarja që të ndau nga djali. Do dojë që Ajo është shkaktarja. Do dojë që Ajo ditën është e sotme shkaktarja. ti përcjellje një mesazh nusës së djalit? Nusën e djalit, unë e dënoj ashpër. E dënoj shumë ashpër me atë veprim që ka bërë ndaj një nene me djalin e saj, që e ka hequr një herë mirë. E dënoj shumë ashpër. Të ndiqet dhe penalisht. Po kjo. Mos ta jap me emër mbi emër tani, të ndiqet penalisht. Ajo lloj femre bashkë me gjithë familjen e saj për të vujtjen time shpirtërore që më ka dhënë 15 vjet, mos them 16. Që kur hyri ajo
Por djalit tënd çfarë do i thoshe sot? Qa do t'i them vetëm për djalin tim kam 2 fjalë, se për nuse njëherë s'kam asnjë fjalë për nuse. Ai nëse do të më flasin nëse nuk do, dorëzohem përsëri, s'kam qa bëj. S'kam qa bëj. Dorëzohem. E dashur Liliana, unë uroj dhe shpresoj që një ditë të bie Erzilja e celularit tënd dhe nga ana tjetër të jetë djali jot. Është ftohur komplet zemër. Ai është ftohur komplet. Është ftohur komplet. Ato e din se çai kanë bërë. Se unë kam shumë për të them, por nuk mundem dot t'i them tani live. Nuk mundem dot se janë shumë gjëra të rënda të flasun ndaj asaj familje dhe ndaj asaj vajze. Janë shumë gjëra të rënda. E qartë, e kuptoj. Mirë, uroj që djali jotë na ndjeki dhe të reagoj, të telefonoj. Nëse djali im më shikon, ta kthej kokën pas se mami e pret në çdo kohë. Derën e ka të hapur. Dhe e dua shumë si e vlatin tim. Nuk më intereson asnjëri tjetër veç biri im. Veç se biri im asnjë tjetër s'më intereson zemër. Se nuk e di është me nuse apo është pa nuse. Se motrës i kishte thënë që unë rri me shok në Frankfurt. Nuk rri vetëm. Nuk rri me nusën, rri vetëm me shok. Mirë, do mbetemi bashkë në kontakt, të përshëndes nga Tirana. Faleminderit dhe unë të përshëndes nga Lushnja zemër. Miropafshim. Miropafshim, shumë faleminderit. Shpresoj një fjalë të mirë. E uroj. Të më japësh një fjalë të mirë. Amin, e uroj. Amin, o Zot. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori në fakt të trishta njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.